Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin përsëri këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe analizuar bashkarisht ngjarjet më të fundit që po ndodhin në reality show. Big Brother dhe Ferma VIP janë dy formatet që po komentohen, po përfliten më së shumti në për të gjithë shoqërinë shqiptare. Në fakt, kam patur shumë pyetje. Tiron, si e komenton Fermën? Si të duket Big Brotheri? Apo mendon që Arbana është duke I bërë konkurrencë Ledionit? Apo mendon që Arbana thumboi Ledionin që në natën e parë? Dhe apo mendon që Arbana së bashku me stafin publikojnë numra, publikojnë klikime vetëm e vetëm për t'i treguar sfidën e hapur tashmë televizionit Top Channel, Ledionit se ne po të mposhtim. Unë mendoj që Ferma VIP erdhi nga një hatërmbetje shumë e madhe e Arbanës kundërdrejt televizionit Top Channel. Tani nata e parë, në momentin e hapjes të atij spektakli, Arbana kushtoi një mesazh kundërdrejt televizionit Top Channel, por ndoshta nuk u dëgjua shumë, ndoshta nuk u komentua tepër, por unë e dëgjova, me thënë drejtën, mua më ra në vesh. Arbana tha një fjalë shumë interesante që ne besojmë në gjërat madhore dhe ne nuk ikim përtej atyre gjërave madhore, por kur largohemi prej tyre e kuptojmë që ka gjëra më të mëdha edhe më tej. Do me thënë, hyrja në televizionin Vision Plus dhe ky projekt që po transmetohet në televizionin Vision Plus, siç duket Arbanës I ka dhënë një vlerë më të madhe se sa e ka patur në Top Channel. A filloi sfida me njëherë në Big Brother? Mua mu duk sfidë, me thënë të drejtën. Mënyra që se si u hap spektakli, mënyra se si ndërtoheshte show, do me thënë mu duk një sfidë kundërdrejt Fermës. Okej, që në natën e parë, do me thënë Arbana kishte postuar një story e taguar nga dikush tjetër, që do me thënë Ferma VIP ka thyer çdo rekord të mundshëm, ka thyer çdo pritshmëri të mundshme dhe ka mposhtur dhe Big Brotherin. Tani, Ferma dhe Big Brother janë dy formate të ndryshme. Mendoj që në Big Brother banorët kanë më shumë mundësi për të luajtur lojën, ndërsa në Fermë duhet të jenë më së shumti të kufizuar tek kafshët, tek punët e Fermës, tek përditshmëria, do me thënë atë lodhjen që Ferma e ka. Tani, në qoftë se Eduardi dhe Arbana janë fokusuar pikërisht tek Ferma, atëherë do me thënë I bie që I gjithë spektakli duhet të bazohet aty. A në qoftë se janë fokusuar siç është Big Brother, do me thënë në lojë, në grindje, në acare, se kush ta fiton më shumë, atëherë do me thënë do t'jetë një Big Brother, do t'jetë e ngjashme me një Big Brother. E shoh që ka nisur një luftë, kjo është një luftë në fakt ko më herët mes Arbanës dhe Ledionit. Ledioni nuk është se gjuajti ndonjë thumë, do me thënë Ledioni as nuk e mori në dorë fare Fermën, por e shoh që Eduardi dhe Arbana po bëjnë maksimumin për ta bërë Fermën më të klikuarën dhe realisht duhet ta pranojmë realitetin. Big Brother I ka patur 200.000, do me thënë 250.000 ka patur në live-in e YouTube-it gjatë prime-it të së shtunës, ndërsa Ferma ka patur 424.000 që ka thyer çdo rekord të mundshëm. Tani do të shohim si është nesër Ferma. Do me thënë e shoh që Arbana dhe Ledioni apo Topi dhe Eduardi në këtë mes janë duke shkuar me inat në klikime. Kush mendoni se do të jetë fituesi në këtë sfidë?